Një tjetër talent shqiptar po hyn në radarin e një giganti evropian. Sipas gazetarit të njohur gjerman Florian Plettenberg, Barcelona është ndër klubet që po monitoron me kujdes shqiptarin e Kosovës Fisnik Aslani. 23 vjeçari, i lindur në Berlin dhe pjesë e ekipit të parë të Hoffenheimit, ka bërë hapa të rëndësishëm në karrierën e tij gjatë këtij sezoni. Performancat e tij kanë tërhequr vëmendjen e disa skuadrave të mëdha europiane, por Barcelona është ekipi që po shfaq më shumë interes. Plettenberg raporton se sulmuesi ka një klauzulë lirimi të shkruar në kontratë, e cila mund të aktivizohet verën e ardhshme dhe klubi katalanas është tashmë informuar për këtë mundësi. Në një intervistë të dhënë për Sport Bild, Aslani nuk e fshehu as pak dëshirën e tij për të veshur me fanellën blaugrana. Klubi i ëndrave time ka qenë gjithmonë Barcelona, që fëmijë kam dashur të luaj për këtë skuadër. Kjo deklarat ka bërë menjëherë xhiron e mediave gjermane dhe spanjolle, duke forcuar spekulimet për një transferim të mundshëm drejt Camp Nou-t. Raportimet shtojnë se një lëvizje drejt një klubi pjesëmarrës në Champions League është tashmë e planifikuar për Aslanin, ndërsa agentët e tij janë në kontakte me disa klube të nivelit të lartë evropian. Barcelona shihet si opsioni ideal jo vetëm për potencialin sportiv, por edhe për stilin e lojës që përshtatet me profilin teknik të Fisnik Aslanit. Nëse transferimi konkretizohet, Aslani do të bëjë lojtari i parë shqiptar nga Kosova që vesh fanellën e Barcelonës, duke ndjekur gjurmët e disa bashkëkombësve që kanë spikatur në futbollin elitar evropian. Kujtojmë që më herët fanellën e Barcelonës ka provuar ta veshë edhe Rei Manaj, por pa mundur të lërë gjurmë me ekipin e parë.